Pushteti vendor dhe të zgjedhurit duhet të marrin masa për ruajtjen dhe menaxhimin e pyjeve. Është kjo thirrja e ministrit të mjedisit Lefter Koka në kuadër të 94 vjetorit të ditës së shërbimit pyjor shqiptar. Koka ka inspektuar pyllëzimin dhe rehabilitimin në parkun kombëtar të Malit të Dajtit. Ti bëj edhe një herë thirrje të gjithë zgjedhurve vendor të bëjmë pjesë të këtij aksioni të madh të gjithë qytetarët shqiptar. Nuk mundet kurse vetëm një ministri apo një qeveri të mund të kontrollojë dhe të ruajë një territor tërë. Unë jam i bindur, tashmë qytetarët shqiptar janë bërë pjesë e këtij aksioni, sigurisht kërkon punën tonë të koordinojmë veprimet për ta ruajtur dhe për ta rifyzuar territorin shqiptar. Dekani i Fakultetit të Shkencave të Pyjeve në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Leonida Peri, tha se universiteti ka si objektiv kryesor rikthimin e pyjeve në vend. Ti kthejmë këtij vendi pyjet në gjendje më të mirë të moshës. Besoj se kjo pamje që sot është një përpjekje vërtet për të përmendur, për të lavdëruar. Investimi në parku kombëtar të Dajtit ka sjellë rehabilitimin e ish-gurores me sipërfaqe totale prej 18 hektarësh. Pas rehabilitimit të tokës është realizuar edhe pyllëzimi me mbi 2000 copë fidan të llojit pishe zezë, akacie dhe blir. Investimi bën të mundur eliminimin e ndikimeve negative të shkaktuara nga aktiviteti në të shkuarën i guroreve në parkun kombëtar të Dajtit, i shpallur zonë mbrojtur.